Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur masë të përkohshme ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Vendimi është marrë pas ankesës së paraqitur nga kryeministri Albin Kurti në emër të qeverisë së Kosovës. Sipas vendimit, masa e përkohshme hyn në fuqi më 9 mars dhe do të mbetet në fuqi deri më 31 mars 2026. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo veprim i presidentes lidhur me dekretin numër 24, thyje për 2026 të datës 6 mars, si dhe çdo veprim i kuvendit të Kosovës që lidhet me këtë çështje. Gjykata thekson se vendosja e masës së përkohshme ex officio dhe sipas kërkesës së parashtruesit të kërkesës, përmes së cilës ndalohet ndërmarrja e çdo veprimi nga presidentja lidhur me dekretin numër 24 thyje për 2026 të 6 marsit 2026, si dhe ndalimi i çdo veprimi të kuvendit deri në vendosjen e rastit nga gjykata kushtetuese, është në funksion të parandalimit të shkaktimit të dëmit të pariparueshëm për rendin kushtetues të Republikës së Kosovës dhe funksionimin demokratik të institucioneve kyçe në vend, thuhet në vendim. Gjykata vlerësoi gjithashtu se ndalimi i çdo vendimi apo veprimi të mëtejm nga institucionet është në interes publik dhe i domosdoshëm për ruajtjen e rendit kushtetues dhe funksionimin demokratik të institucioneve të shtetit. Rrjedhimisht, gjykata pa paragjykuar meritat e kërkesës KO 72 thyje për 26 konstaton se duhet të vendoset masa e përkohshme ex officio dhe sipas kërkesës së parashtruesit të kërkesës, thuhet mëtej në vendim. Në dokument theksohet po ashtu se më 9 mars 2026, gjyqtari Radomir Llaban kishte kërkuar përjashtimin e tij nga vendimarrja për rastin KO 72 thyje për 26, por kërkesa e tij u refuzua një zëri nga gjykata. Ndërkohë më 5 mars 2026, Kuvendi i Kosovës kishte mbajtur një seancë të jashtëzakonshme, të thirrur me kërkesë të 42 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, me pikën e vetme të rendit të ditës, zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Sipas procesverbalit të kësaj seance, si kandidat për president u propozuan Glauk Konjufca dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku.